Mjekët shpesh këshillojnë të shmangin ushqimet e përpunuara ose ato që përmbajnë shumë sheqer dhe yndyra të ngopura. Kjo është një këshill e domosdoshme, pasi konsumimi i shpeshtë i tyre rrit rrezikun për sëmundje kronike, përfshirë edhe çrregullime neurologjike si goditja në tru dhe demenca. Megjithatë, si neurolog, mund t'ju them se ekzistojnë edhe disa ushqime të tjera, më pak të njohura që duhet shmangur për të parandaluar probleme serioze neurologjike. Këto janë 4 ushqime që unë nuk i ha kurrë. E para, ushqime të konservuara me kanaçe të dëmtuara. Nëse një kanaçe është e fryrë, e qarë ose shumë e gërvishtur, kjo duhet të jetë një sinjal alarmi. Mund të jetë një shenjë kontaminimit me botulinum, një bakterë që prodhon toksinën e botulizmit. Pasojat mund të përfshijnë paralizë të gjymtyrëve, shikim të turbull dhe në raste të rënda vështirësi të frymarrjes. Pa trajtim të menjëhershëm, botulizmi mund të jetë fatal. Mbani mend këtë rregull të thjeshtë, kur ke dyshime, hidhe. E dyta, disa peshq shkëmbor, veçanërisht në zona tropikale. Unë e dua peshkun dhe i inkurajoj pacientët e mi të konsumojnë lloje si salmoni, sardelet dhe trofta, të cilat janë të pasura me omega 3 dhe të ulta në mërkur. Por, këshilloj kujdes me peshqit e mëdhenj tropikal si barakuda, gruper, morena, ngjalla detare dhe amberjack. Këta peshq mund të përmbajnë cikua toksin, veçanërisht në zona me shkëmbim koralor. Rekomandohet të kufizohet konsumimi i peshqve grabitqar të mëdhenj, të shmangen pjesë si mëlçia, vezët dhe koka. E treta, mish derri i pagatuar. Rreziku këtu është neurocisti cerkoza. Neurocisti cerkoza është një nga shkaqet kryesore të epilepsisë në mbar botën. Edhe pse më e rrallë në vendet e zhvilluara, rastet janë raportuar edhe në SBA. Nëse udhëtoni shpesh ose jetoni në zona me kushte të dobta sanitare, është thelbësore të gatuani mirë mishin e derrit dhe të mbani higjen më të mirë të duarve. E katërta, qumësht i pasterizuar. Pasterizimi i qumshtit përfshin trajtimin me nxehtësi për të eliminuar mikroorganizmat e rrezikshëm, edhe pse procesi ul lehtësisht disa vitamina, ndikimi është minimal. Qumështi i papasterizuar është një burim i njohur i baktereve si Listeria, E. coli dhe Salmonella. Studimet tregojnë se konsumimi i tij shkakton rreth 840 herë më shumë sëmundje dhe 45 herë më shumë shtrime në spital krahasuar me qumshtin e pasterizuar, edhe pse konsumohet nga një pjesë shumë e vogël e popullsisë. Fëmijët, gratë shtatzëna, të moshuarit dhe personat me imunitet të dobët janë më të rrezikuarit për pasoja serioze, përfshirë dëmtime të trurit, meningjit, koma, abort spontan, madje edhe vdekje. Kam parë personalisht raste me dëmtime të pakthyeshme neurologjike të shkaktuara nga produkte të papasterizuara. Pretendimet se qumshti i papasterizuar ul astmën, kancerin apo intolerancën ndaj laktozës nuk mbështeten nga prova shkencore. Para se të bëni ndryshime të mëdha në dietën tuaj, këshilloni gjithmonë me një profesionist shëndetësor. Qelësi është të jemi më të vetëdijshëm për atë që konsumojmë, veçanërisht kur bëhet fjalë për ushqime që mund të dëmtojnë trurin. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.